Përshëndetje nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Në raportin më të fundit, Komisioni Evropian pret që ekonomia shqiptare të vazhdojë rritjen me ritme të moderuara e mbështetur nga konsumi privat, investimet, por edhe turizmi. Inflacioni dhe borxhi publik janë në kontroll, ndërsa punësimi po rritet gradualisht. Ekonomia shqiptare po vazhdon të rritet, ndonëse me ritme më të moderuara krahasuar me vitet e fundit. Sipas parashikimeve të Komisionit Evropian për vitet 2025-2027, rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto pritet të qëndrojë 3.6% në 2025 dhe 3.5% në 2026 dhe 2027, e mbështetur kryesisht nga kërkesa e brendshme, konsumi privat dhe investimet në sektorët e ndërtimit dhe turizmit. Pas një rritje jashtëzakonisht të fortë në vitet e fundit, sektori i turizmit pritet të piqet, me një rritje më të ngadalë të mbërritjeve të huaja dhe të ardhurave nga turizmi. Investimet parashikohet të mbeten të forta, të mbështetura nga kushtet e favorshme të financimit, zgjerimi i qëndrueshëm i kredisë dhe besimi i lartë i biznesit, së bashku me fondet e BE-s. Rritja e qëndrueshme e pagave pritet të vazhdojë duke mbështetur konsumin e fuqishëm privat. Pas përmirësimeve të konsiderueshme në pozicionin e jashtëm në vitet e fundit, deficiti i llogarisë rrjedhëse parashikohet të zgjerohet pak nga 2.4% në vitin 2024 në 9.3%, i nxitur nga një rritje e deficitit tregtar të mallrave. Eksportet vazhdojnë të mos kompensojnë deficitin tregtar, duke mbetur një pikë dobët për ekonominë. Inflacioni pritet të stabilizohet rreth 2.5% në vitin 2025, duke pasqyruar një mjedis makroekonomik të qëndrueshëm. Borxhi publik është në rënje të vazhdueshme, nga 77.6% e PBB-s në vitin 2020 në 59% të parashikuar për vitin 2025, fal balancës primare pozitive dhe rritjes nominale të prodhimit të brendshëm bruto. Punësimi u rrit në vitin 2025 dhe parashikohet të rritet më tej gjatë viteve 2026-2027, megjithëse në një mënyrë më të moderuar. Një shkallë më e lartë e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore, nxitur nga rritja e pagave, pritet të jetë nxitësi kryesor i rritjes së ofertës së punës, ndërsa emigrimi i vazhdueshëm do të paraqesë një pengesë. Ekonomia shqiptare po ecën drejt një faze konsolidimi, ku stabiliteti fiskal dhe rritja e qëndrueshme janë të dukshme, por sfidat në eksport dhe bilancin tregtar kërkojnë vëmendje të veçantë. Shqipëria duhet të përmbush një sër kushtesh të vendosura nga Bashkimi Evropian për të mbyllur negociatat për grup kapitullin e 5 mbi bujqësinë, kërkohet ngritja e sistemeve moderne për menaxhimin e tokave, por edhe subvencioneve. Në rrugtimin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka hyrë në një fazë vendimtare të negociatave, ku mbyllja e grup kapitullit 5 që përfshin bujqësinë, sigurinë ushqimore, beshkimin, politikat rajonale dhe dispozitat financiare, varet nga përmbushja e 18 piketave të vendosura nga BE. Bashkimi Evropian ka publikuar pozicionin negociues për grup kapitullin 5, ku shprehet se në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, vendi duhet të krijojë një sistem modern për administrimin dhe kontrollin e tokave bujqësore dhe subvencioneve. Po ashtu, Shqipëria duhet të ngrijë një agjenci pagesash të pavarur, e cila të garantojë menaxhim të rregullt të fondeve të BE-s për bujqësinë. Integriteti dhe transparenca në menaxhimin e fondeve IPARD janë thelbësore, duke përfshirë masa kundër korrupsionit dhe forcimin e kapaciteteve të AZBR-s. Ndërkohë, në kapitullin e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitarisë, Shqipëria duhet të paraqesë një program kombëtar për përmirësimin e kapaciteteve të përpunimit të produkteve me origjinë shtazore dhe të ushqimit për kafshët. Vendit i kërkohet të krijojë një zinxhir të sigurt për asgjësimin e nën-produkteve shtazore, si dhe të forcojë sistemin e kontrollit zyrtar për kafshët dhe produktet shtazore. Zbatimi i rregullave për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, ngritja e laboratorëve zyrtar dhe pikave të kontrollit kufitar janë pjesë domosdoshme e përgatitjeve. Në sektorin e peshkimit, Shqipëria duhet të dëshmojë se është në gjendje të zbatojë plotësisht politikën e përbashkët të peshkimit të BE-s. Kjo përfshin ngritjen e kapaciteteve të inspektimit dhe kontrollit me standarde të larta etike. Nga ana tjetër, për politikat rajonale dhe koordinimin e instrumenteve strukturor, vendi ynë duhet të tregojë se ka menaxhuar me sukses fondet e BE-s në menaxhim indirekt. Kërkohet një strukturë institucionale e qartë dhe funksionale me kapacitete të mjaftueshme për programimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave të kohezionit.
Shqipëria është gati, është ky mesazhi që kryeministri i vendit Edi Rama dha nga Brukseli, ku mori pjesë në forumin e zgjerimit. Shefi i qeverisë tha se Shqipëria do t'i rikthejë Bashkimit Evropian shpirtin e dikurshëm të Europës. Kryeministri Edi Rama ishte pjesë e panelit të forumit për zgjerimin e Bashkimit Evropian që u zhvillua në Bruksel. Gjatë fjalës së tij ai tha se anëtarësimi i Shqipërisë do t'i sjellë Unionit një frymë të re, ndërsa theksoi se Shqipëria është stigmatizuar gjatë procesit. Ky rrugtim i ynë nuk ka qenë një rrugë e drejtë, e mbushur me duar trokitja. Ne vim ka një rrugë gjatë, fillimisht të stigmatizuar dhe të nënvlerësuar për shkak të një imazhi ndërkombëtar të formësuar jo vetëm nga veprimet tona të gabuara, por edhe nga stereotipet e amplifikuara të mediave perëndimore. Më pas të vlerësuar nga Komisioni Evropian për përpjekjet tona të shumta e të sinqerta, por të refuzuar nga Këshilli për shkak të debateve të brendshme politike në disa shtete anëtare. Bashkimi Evropian është burimi ynë i hapur i njohurive. Ne mësojmë më shpejt, përmirësohemi vazhdimisht dhe vazhdojmë punën. Thuajse negociatat tashmë janë hapur prej kohësh. Vetëm për 14 muaj kemi hapur të gjithë kapitujt. Kemi rikuperuar një sasi të jashtëzakonshme kohe të humbur dhe kemi vendosur veten në krye të bllokut të Ballkanit perëndimor. Ribashkimi çliron prosperitet, prosperitet. Po, zgjerimi nuk është vetëm politik, është edhe ekonomik. Antarët e rinj zgjerojnë tregun, sjellin dinamizëm, inovacion, energji rinore. Rama theksoi se nëse Bashkimi Evropian nuk zgjerohet, kontinenti do të jetë i pafuqishëm. Pse duhet ketë interes BE-ja që ta ketë Shqipërinë në tryezën e saj të rrumbullakët? Unë besoj që përgjigjja është më e lehtë se sa vetë pyetja. Ju uroj mirëseardhjen delegacionit rus. Pra, e përsëris këtë, sepse një person i rëndësishëm sapo zuri vend dhe po thosha David ndonjëherë më duhet t'i jap përgjigje një pyetje që s'është fort e lehtë, që çfarë interesi dhe pse duhet ketë interes BE-ja që Shqipëria të jetë në tryezën e saj të rrumbullakët. Dhe mua më duket që përgjigjja është më e lehtë se sa vetë pyetja. Shqipëria sjell në tryezë shpirtin e madh të dikurshëm të Europës dhe i shton asaj, kurorës së saj, edhe një gur tjetër të vogël të çmuar. Jo vetëm pas një kosto, domethënëse, por me përfitimin e një shembulli që do t'i shërbejë BE-s si në periudhën afat shkurtër ashtu dhe në atë afat gjatë. Shqipëria është gati, jemi tërësisht të përkushtuar, e kemi treguar këtë gjë. Në fjalën e tij, shefi i qeverisë vlerësoi veçanërisht kontributin e komisioneres për zgjerimin, Marta Kos. Të dhënat më të fundit tregojnë se Italia vazhdon që të mbetet partneri kryesor i importit për Shqipërinë megjithëse me një rënje të lehtë sa i takon këtij viti, ndërkohë që Kina ka shnuar rritjen më të fortë dhe ka kaluar në vendin e dytë. Të dhënat më të fundit mbi strukturën e importeve tregojnë se pesha e partnerëve kryesor të Shqipërisë ka pësuar lëvizje të dukshme gjatë periudhës janar-tetor të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Grafiku i shpërndarjes së peshës tregon se Italia vijon të ruaj pozicionin në vend të parë me 21% të totalit, megjithëse me një rënje të lehtë prej 1.8%. Pastaj rënditet Kina, e cila këtë vit ka shënuar një rritje të fortë dhe ka arritur në 13.2%, duke forcuar dukshëm peshën e saj si furnitor strategjik. Turqia ka rënë në vend të tretë me 9.5% pas gjithkurje të ndjeshme vjetore prej 14.9% krahasuar me vitin e kaluar, duke humbur terren për Ballkinës. Greqia mban vendin e 4 me 8.1% të importeve totale dhe ka shënuar një rritje të qëndrueshme vjetore prej 4%, ndërkohë Gjermania ka regjistruar rënje të peshës së importeve nga 7.2% në 6.8%, reflektuar edhe nga ndryshimi vjetor negativ prej 5.9%. Serbia vijon trendin rritës duke arritur në 2.7% të totalit dhe duke shënuar një zgjerim vjetor prej 8.4%, ndërsa Polonia konfirmon një pozicion të fortë me 2.3% të importeve gjithsej dhe një rritje solide prej 11.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Arabia Saudite ruan stabilitetin me një rritje modeste prej 0.8%, ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë postuar rënje të ndjeshme të peshës së importeve nga 2.3% në 2%, duke reflektuar një tkurje vjetore prej 12.2% të vlerës. Edhe Korea e Jugut ka shënuar rënje të lehtë, duke zbritur nga 2% në 1.9%. Të dhënat tregojnë se përbërja e partnerëve kryesor është përgjithsisht e qëndrueshme, por me zhvendosje të dukshme në rënditje. Kina ka dalë fituese e këtij viti duke marrë vendin e dytë duke shënuar rritjen më të fortë prej 24.3%,
ndërsa Turqia është vendi që ka humbur më shumë terren. Pesha e grupit të tjera ka rënë nga 31.5% në 30.4%, çka tregon se importet po përqendrohen gjithmonë më shumë tek partnerët kryesor. Panorama e përgjithshme tregon një rishpërndarje të qartë të furnizuesve kryesor me një rritje të influencës aziatike dhe një ngadalësim të lehtë të disa partnerëve tradicional evropian. Qeveria shqiptare ka iniciuar ndryshime në ligjin për fiskalizimin me qëllim forcimin e gjurmëshmërisë për transaksionet me blerës të huaj, por edhe zgjatjen e afatit për plotësimin e librave të shitjes. Ligji për fiskalizimin do të pësojë ndryshime që synojnë të rrisin kontrollin dhe gjurmëshmërinë e transaksioneve. Konkretisht, ndryshimet në projekt ligjin për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, depozituar për diskutim në komisionet parlamentare, synojnë të saktësojnë nivelin e identifikimit dhe të gjurmëshmërisë së transaksioneve, duke kërkuar që faturat e shitjeve në rastin e eksportimit të mallrave, kur blerësi është individ, përveç se emrit, mbiemrit dhe adresës, të përfshi dhe numrin personal të identifikimit të blerësit. Qëllimi në këtë rast është saktësimi i identifikimit të blerësve të huaj. Përfshirja e numrit personal të identifikimit në faturë siguron identifikim të qartë dhe unik të individit, shmang pasaktësitë në procesin e raportimit, si dhe lehtëson verifikimin nga autoritetet tatimore e doganore në rastet e kontrolleve apo hetimeve të mëvonshme. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm është shtyrja e afatit për shqyrtimin dhe plotësimin e librave të shitjes e blerjes nga dita e 10 në ditën e 11 të muajit pasardhës. Ky ndryshim synon të sigurojë një afat shtesë prej 24 orësh të nevojshme për sistemin për procesimin e faturave nga data e fundit e lejuar për lëshimin e tyre, e cila për raste specifike është data 10 e muajit që pason muajin në të cilin është kryer shërbimi. Me zbatimin e procesit të fiskalizimit është konstatuar se afati aktual prej 3 ditësh për fiskalizimin e faturave në rastet e importeve rezulton shpeshherë i pamjaftueshëm. Pas vendosjes së mallrave në regjimin e qarkullimit të lirë, sistemi elektronik i nevojitet një periudhë kohe për përpunimin dhe shfaqjen e deklaratës përkatëse për ta bërë atë të aksesueshme, çka shpesh pengon tatim paguesin të kryej fiskalizimin brenda afatit ekzistues. Për këtë arsye, propozohet dhe zgjatja e afatit për fiskalizimin e faturës në rastet e importeve nga deri në 3 ditë pas vendosjes së mallrave të importit në regjimin e qarkullimit të lirë, deri në 7 ditë nga data e vendosjes së mallrave në këtë regjim. Ky ndryshim synon të përshtat afatin ligjor për fiskalizimin e faturave të importeve me funksionimin praktik të sistemeve elektronike, duke lehtësuar përmbushjen e detyrimeve tatimore nga tatim paguesit. Këto ndryshime synojnë të përforcojnë transparencën fiskale, të sigurojnë përputhshmërinë e terminologjisë ligjore në fushën tatimore, të lehtësojnë përmbushjen e detyrimeve ligjore nga tatim paguesit dhe të kontribuojnë në krijimin e një mjedisi më të qëndrueshëm për administrimin e të ardhurave. E diskutimit një javën globale të sipërmarrjes ku fokusi mbetet zhvillimi i startupeve. Në panelin e radhës u diskutua mbi zhbllokimin e kapitalit dhe investimeve për startupet apo SME-t. Java globale e sipërmarrjes vijon me panele diskutimi mbi zhvillimin e sipërmarrjeve apo startupeve. Në panelin e sotshëm fokus ishte zhbllokimi i kapitalit për rritjen e startupeve në Shqipëri. Gjatë fjalës së saj, Edlira Dashi, e cila është konsulente në sektorin e financës, konkurrueshmërisë dhe inovacionit pranë Bankës Botërore, u shpreh se aktualisht po punohet për hartimin e një ligji, i cili ka në fokus crowdfunding apo të ashtu quajturin financim kolektiv apo në grup. Që prej 2024-s ne jemi duke punuar për hartimin e një ligji i cili konvergjon dhe transpozon rregulloren europiane për crowdfunding, e cila është aprovuar në vitin 2020, dhe ky ligj ka për synim që të plotësoj kuadrin rregullator dhe të sjellë një linjë të refinancimit për startupet dhe bizneset mikro, të vogla dhe të mesme. Kjo është pjesë e kapitullit 9 për shërbimet financiare. Ne mendojmë që ky ligj do të sjellë 3 benefite kryesore në tregun shqiptar. Së pari, siç e tham përpara, do të hap një shteg të ri financimi për bizneset. E dyta, do të krijojë një klasë të re investitorësh për Shqipërinë dhe do të jetë një mënyrë investimi edhe për njerëzit e zakonshëm dhe ata që kanë një kapital sado të vogël. Dhe treta, do të ketë mundësi që të krijojë dhe lidhje më të forta ndërkombëtare, sepse ne mendojmë që diaspora është një burim shumë i mirë i investimit.
Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Bersh theksoi se fokusi i operimeve të Bershit janë ndërmarrjet e vogla, mikro e të mesme në investime të gjelbra, inovacion e të tjerë. Bersh në fakt ka në mandatin e saj si fokus të veçantë mbështetjen e sipërmarrjeve në vendet ku neve operojmë. Kur dëgjojmë fjalën Bersh, pjesa më e madhe mendojmë projektet e mëdha të infrastrukturës që neve kemi, që vërtet janë të rëndësishme. Por mbi 60% e investimeve tona janë në sipërmarrje private. Qoftë nga bankat partnere, qoftë drejt për drejt investime të Bershit, dhe duke pasur një eksperiencë shumë të gjatë në vite, sidomos me ato që ne i quajmë produktet e integruara, këto kanë qenë të kanalizuara kryesisht nëpërmjet bankave partnere me fokus të veçantë me prioritetet e Bershit, por edhe me prioritetet e vendeve ku ne operojmë. Në Bersh, për shembull, pjesa e investimeve të gjelbra, pjesa e gender inclusion apo pjesa e inovacionit ka qenë në linjat tona të operimeve prej vitesh. Nga ana tjetër, zhvillimi i startupeve në vendin tonë do të përshëndrohet përmes instrumentave kryesore teknike, por edhe financiare. Zhvillimi i ekosistemit të startupeve është një nga fokuset kryesore të agjencisë Startup Albania. Sipas drejtorit të kësaj agjencie, do të përdoren 2 instrumente kryesore, të cilët do të shërbejnë si hapi radhës së zhvillimit të ideve të reja. Instrumentat teknike kanë bëjmë më shumë me eksplorimin ose më mirë me mbështetjen nëpërmjet programe të ndryshme, një prej është Plusit që është edhe pjesë e financimit të qeverisë edhe Bashkisë Tiranë, por nga ana tjetër ka mundësi që kompanitë shqiptare ose ato më të paturuar ose më të hershme të aksesojnë programet dhe jashtë vendit. Kështu që ky është një instrument teknik që ne ofrojmë, një instrument tjetër është mbështetja për të ekspozuar ose për të filluar të procesin e ndërkombëtarizimit, që ka të bëjë më shumë me ekspozimin e produkteve dhe shërbimeve që kompanitë ndërtojnë për te tregut shqiptar. Ndërsa instrumenti i dytë është ai financiar, i cili mbështet dhe financimin në grup, apo siç quhet, crowdfunding. Instrumentet financiare kanë të bëjnë më shumë me, siç e përmendi edhe Lira, crowdfunding, që është një prej instrumenteve që ka u bë një vit e pak më shumë që Banka Kotrore po zhvillon dhe ne kemi qenë të interesuar prej fillimit, prej vitit kaluar, që ky instrument eci sa më shpejt të adaptohet sa më mirë nga tregu jonë dhe kuptohet dhe agjencia pastaj ka për detyrë që ta promovojë në formën më të mirë të mundshme, që ne ta shikojmë këtë si oportunitet për të zhvilluar. Tani crowdfunding është një instrument dhe kuptohet si crowdfunding, kemi dhe instrumentet tjerë që kanë të bëjnë me investime nga individ, që nuk ka nevojë që të kenë një eksperiencë shumë të fortë në aspektin e njohjes kompanive startupe. Sipas Ymerit, grantet do të jenë prezent për mbështetjen e ideve të reja, i cili do të mbetet si një nga instrumentet kryesor që startupet të rriten në vendin tonë dhe të kenë një gjatësi të operimit të aktivitetet të tyre. Do këtë edicion ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të interneti skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankën, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.